Atëherë, apo të regon? Urban. E që do të me thonë këti na për munoj? Është dalë pelë shumë e fuqishme, pelë shumë e ngushme, shumë e urtë, kalëron të ditën edhe sonë e lodhë, pelë me një fjalë është e palashme. Kjo ka emrin Korona. Korona? Po, Korona. Kjo ka linë në kohë të Koronë, dhe më thonë, kjo sultani. Sultani. Po, emrin e ka pak veçantë, është edhe vetë, është ka një veçantë, do këtë ma i mashtë. Po, tarakaljet. Do më honë 90% është mërgata, pa ata s'kem gjallë në ajës. Këtu të na është 15 euro. Unë që 4 vite kam shtu së më shtetu visë. Hec tash, o Ruben. Qëra po dimre me këti. O Allah, çfarë po një e mirë. Përshëndetje miq të gazetës Demos. Ndodhemi në Bjeshkët e Strelcit. Mbrapa meje po e shihni këtë pamje ma gjepse, e cila shoqërohet me këta kuaj. Sot kena me bisedu me pronarin e Dyli Ranch, i cili ka me na tregu më shumë për kuajt e tij dhe sa profitabile është kjo punë. Përshëndetje. Më dole si... Përshëndetje, fillimisht, a mundesh me na prezentu? Përshëndetje, mi e s'keni ardhë, unë jam Adel Hasanaj nga Strelci, komunës Dëshanit. Atëherë, zotri Adela po na tregon që sa kohë merreni me kuaj edhe çysh është si punë. Me kuaj merrem që shumë vite, domethënë ne kemi me tradit. I kem pas pasion, ata i kem për qef. Me këtë punën e rançit, tash bëhen 4 vite që ja kem fillu me ranç, domethënë. Sa kuaj keni gjithsej? Gjithsej i kem 30. Prej cilave raca janë? Kem raca arabe, ata arabat i kemi, një kem këtu për tyne, tjetë i kemi i majnë në shpi, i majnë për qef për veti, ta nuk i lëshojmë me qëra kështu. Kem këtu kem do raca ndryshme, ka shtajera, ka Mustanga Amerikan, ka Lipizan, ka Indian, ashtë kem ndryshme, raca ndryshme. Sa ka t'interesu me ardhë me i vizitu, ose që shkan si punë, ose sa është profitabile për juve? Këtu ka shumë t'interesum, ka shumë vizitorë këtu për këtë, mundë më thonë për Kosovë, për ka dhe për shtetet tjera që vinë, dhe më thonë. Ka vizitorë mirë, ka janë t'interesum, ka njës shumë me hi, dhe më thonë në proces këtë kalirimi, ka njës me hi shumë dhe më thonë në proces për me kaliru, po vinë janë t'interesum tash ma shumë. A ka ma shumë që vinë është ta prej mërgatës tash gjatë verës, apo edhe kështu në përgjithësi? Po, gjatë verës është do më thonë 90% është mërgata, pa ata s'kem gjallë në ajës. Ka edhe të këtujt që vinë, do më thonë, kemi edhe klient që janë të rregull që vinë me kaliru me grupa, do më thonë. Sa kushton me kaliru një kali? Këtu të na është 15 euro. Unë që 4 vite kam shtu së më shtetu visë, edhe besoj që është tamon, se të na nuk janë kushtet që kur diku tjetër në është ta ma shtajt, adin. Qësh ju do këtë çmimi qytetarëve që vinë ose vizitorëve këtu? A ju do këtë... Çmimi ju do këtë i mirë këtu. Ju do këtë i mirë se këtu kem pamje të mirë, ka natyrë të mirë këtu për 15 euro. Dhe më thonë, eshe një pamje shumë të mirë, që ka së mund është me shi unë është ta diku tjetër. Sa fitoni prej kësaj pune? Po që, na fitojmë se unë e kom familjarisht, unë punoj këtu me 3 djemë të mi, punëtorë nuk kom dëmonë me 3 djemë, qka të mirë janë mirë bëllë, sa më pedate, pak pasion e pak dëmonë, sa një darë me bo, po. A keni mendu me zgjeru ma shumë, me marrë hala ma shumë kuaj, ose me bënë është edhe atë pjesën për trajnimet, njerëzve me ardhë më trajnu për me kaliru? Unë më nëjë ideja 20, mi pas, do më thonë, mi pas për kalirim, kështu për musafir, më nëjë ideja 20, mi pas, është bëllë qash mu imi më rri ma shumë, në shtasun i më rri të ashojnë. Na folë më majerë të rrugë që i kom 30, i kom krejt, do më thonë. Mendoj, ma tje poshtë të mënë me ndërtu me bo një shtallë të mire, një ranç me pas për
Aja, u kelon a emra jo. Emnat i kanë tonë. Ani, përshkojmë që shdo, nëse danë ren, edhe të regami se bashkë më interesant që shja u kelon edhe sa kreativ je kalzu me emra. Edhe në shta e ka najdo me thonje. Kjo ka emnin Rubin. Kjo Rubini është të mohon shtajer i bosës, është kali i mirë, kali i qetë, dhe më thonë që vinë me kaliru edhe që nuk kanë përvojnë kalirim, është kali i qetë, dhe më thonë nuk është kali... Kjo është kali arab, e ka emnin arab e ka, kjo është i ardhën pi jashtit është, kjo është, unë e kom shalu këta, dhe më nëse unë pru pi jashtit, po unë e kom shalu, është kali i mirë, po këta arabat jenë pak matë shpejt, ta du të me ditë pak migra, dhe nuk mu me të bashkë gjdo kush i migra me thonë për filestar, nuk është kjo. Kjo ka emnin Vigan, kjo është... Edhe njëherë më falë? Vigan. Vigan. Po, kjo është Mustanga Amerikan, kjo është një kali shumë i mirë, shumë i urtë, shumë i ngushëm, dhe me këta mundët me kaliru gjdo kush. është pa problem. Për çmime apo na tregon pak cili është më i shtrejti prej krejtve? Për çmime është më i shtrejti është ky arabi. Këta janë ku arabët janë kual pak më të shtrejtë, domethënë si këta tjerë. Këta tjerë nuk janë shumë shtrejtë, po tamam dalin edhe këta. Dikun të ka 2000-2500 tash në varet cili. Ky ka emnin major. Naljon. Ky ka emnin major, ky edhe ka emnin bukur të madh, po edhe vetë është një kali i mirë, është ky ka marak me mu gjujtë, me lujtë, shkon domethënë në lojna, e ka si hobi të vetin, ky ashtu nuk edhe këta nuk mund të bash gjithkush me kaloru se jetë shumë krenarisht jetë, domethënë ka një krenari shumë të madhe ka. Me cilin një nështë pak ma shumë ashtu ma i lidhë, ose cilin e kima për qefi? Se tash nështë mujna mi krahazo dhe me fëmi, se kom një plot që i dojnë, nështë dhe si fëmit e vetë. Vallaj, në të drejtën për qef, që i kom edhe për veti, i kom arabat, ata i kom poshtë atje, ata kur dalë me kaloru për qef, dalë me ata. Këta domon kur dalë me mosafir, jam me këta do më thonë. Mirë, janë edhe këta mundëm tash më thonë që Ky është racë e jana e Kosovës, do më racë Dugazini, i thirën këta, ka emnin Ati, ka e kom ble, nuk e kom pas, e kom ble, është kali i mirë. Këta të bartit, qka po ishe, këta i lëshoj për kalerimet gjata, ma shumë. Janë edhe kuaj matë qinrushëm, matë dëmon të palëllshëm, edhe janë matë letë, edhe janë pak matë shpejt. Kur mendoj me shku për bjesht tjera, pleqe, milishevë, zdo në puja, nëjna i shkujem me këta, jemi shkujem edhe me këta tjetë, po kur dojmë pak ma shpejt, dikush që din migra, e janë pak ma atraktivë. Qështë ja bëni saj përket ushqimit, me qka i ushqeni? Këtu në bjeshk, i ushqim dhe më thonë, i lëshojmë, këtu ka barë me hongër ballë, janë të natën dhe më thonë shut, edhe ju qes edhe ta gji dhe më thonë, për shqim që shtu e kanë. Të natën dalin me kullot? Të natën janë të lirë, mbrami dherin me nëgjes, ka 8-9 sa i nëzojmë tash varet që shkemi edhe do më thonë termine. Po si zakonisht... Ato të shkëthejhen? Ja, nuk kanë dohë më smukty kur, këtu janë do më thonë o bjeshka janë, që ndajna e kanë terrenin e mësumë edhe nuk kanë dohë më smukty kur. Këke? Këke Gajtoni, këke ka emnin Gajton e ko. Shtu ja kanë lonën e nuk ja kom zi, dhe më në kom ble, edhe kjo është i blem. A ka najdo me thonja jo? Në valoj se di, për mu s'ka do pas ke lonë vetë, si e do me thonja? Si ja kom lonë vetë. Kjo është? Kjo Kassandra, këta ja kanë gjithë lavi jam, e ka një qikë të vogël, edhe kur kalin kjo, do më thonë, ajo qika ja kalon e emnin Kassandra. Kjo është racë përzime, është arab, dhe më thonë e ka babën, original arab, edhe në onën e ka Lepicane, kone jo, pela, është dalë pelë shumë e fuqishme, pelë shumë e ngushme, shumë e urtë, ka një, dhe më thonë, kalërën të nditën edhe sonë e lodhë, pelë me një fjallë është e palashme. Kjo Vidra. Vidra? Po, kjo është racë e jona, dhe më që si racë Dugazhinit. Edhe këta e kom ble, nuk e kom pas, e kom ble, dhe më thonë, është qështu, racë e Dugazhinit.
Kur folim të kjo është pak edhe kjo është pak ma e veçantë. Që ta është nalë në vish pak? Kjo ka emrin Korona. Korona? Po, Korona. Kjo ka linë në kohë të koronë, dhe më thonë, edhe një shok e ka pas tonë Shalë Bajgorë, sa nëjna, aja kanë gjitë emrin Koronë. Kjo është da shokëve të mi, janë këtu i kam të fshatit edhe i kam shumë shokë, edhe janë këtu edhe ata në bjeshk, to dyjat janë të atyne, mi japin ata, dhe më thonë, i kam sukur të mijat, i përdori, dhe më thonë, këta e gra djallit, jetë e ku i sjelen. Djallit dhe li u prinë musafirve me këta, është dhe mënë personal është të djallit. Kjo e ka emrin Samantha. Nuk jam kom gjitu në ka pas, po këta e kom që 4 vite kom, kjo është një pel, mujmonë që është shumë pel e mirë, këtë musafirë të dojnë. është shumë e urtë, është shumë dhe mënë ja jyp një thmive që a mundët mu majnë, ta që ku dush e ki, pa probleme ki. Kjo është Sultani. Sultani. Po, emrin e ka pak të veçantë, që është edhe vetë. është ka Edhe di pishë veçantë, po do këtë ma i mashtë. Po, tarakaljet. Këta me majorin, kjo është dhe kjo ka emrin major, ta i kam edhe për pajtani. Cili është major nishe edhe dyshe? Valaj, për ajtë tash e ka bukurinë e vetë për të bardhë, kjo ka bukurinë për Leran, dhe më thonë, po, këta dy i kam edhe një pajton dasma dhe kam, këta i njësë edhe një pajton, i njësë këta dy të Ama që kjo ka shto prej krejtve ma i bukuri me po. Po, kjo është tonë e kom përdor, si zakonisht ma shumë e përdor jone, kur dalë me musafir këta, jemi shumë me një fjallë shumë të lidhën me ta, është kali ngushëm, është kali fushishëm, i urtë tana. Prej cilave musha zakonisht ju vinë me kalëru, se jem të i pa qëto dhe dy pak ma të vogël, që është e leju shumë edhe për fmi. Valaj vinë pi moshave të vogla, 3 vjet, 4, 5, këta i majmë përdore, dhe më anë është ta i patë, dhe musafirët që jenë të dalë, dikush e majmë përdore dhe i jendhim që në i nej. I kemi 2 pona, dhe më thonë i kemi për të mi. Mi a maru që jefim pak edhe fmi dhe të valje. Ku jem sot ti me kalëru mas pari? Valhaj me të thonë drejtë, ne jemi mësu pi thmi të vagjel kem pas kali, ta ne jelë për para kem punu me kuaj. Peja të eshit dhe mënë jemi mësum. Qysh ja bëni kur të vinë vizitorët, sa keni vështirë nështë ta mi trajnu paka shumë qatë rrugtim sa bëjnë një arshë, se sa do që ata zgjedhin, a i keni vështirë, a jo dëgjojnë ose qysh shkanë? Jo, nuk është vështirë se kuajt janë shumë të urtë. Edhe dhe mënë, kur t'i hypi e di që s'mundët me ndodhë, s'ka ndodhë kur diçka, edhe se kemi problem. Dhe mënë janë kuajt të urtë, janë kuajt me një fjallë janë trajnu, i qoj ranë, shkojnë ranë njoni mas tjetit, edhe nuk ndodhë me huq ranin. Kur është koha ma eftoft, qysh ja bana i lënë që to me dalë më kullota, veç normal poshtë që thej që i kje dhe ata tjertë? Ta, këtu jemi dhe mënë deri në shtatori mi këtu. Shtatori zbresim poshtë, se ka dikur bëhet ftoft, dhe në shtatori zbresim poshtë. Si përfundim, a ja vlen me u marrë me këtë... Për valoj me të drejtën, kjo është një sanë që na e dojmë, do më ne kem pasion se nuk është sport i kollajt kjo për me majt këtë drejtim, është pak punë e zërshmë, është pak ki të bëj me klienta, ki të bëj me t'i lidoj kali, ki shamot dhe marë ndodhin dësane, po e kemi shumë pasion edhe e dojmë me një fjallë këtë punë edhe e bojmë. Mas krejt intervistës, normal që në fond do të me provu pak me kalëru. Edhe për provojna që pa temrin Rubini. Këto është avdylje dhe kam të regu paka shumë se që shdojna mu përgadit për me hypë, po tutët po më toket. Mas parti duhet në arë me prej kalin, me ditë fe i ka dënë me hypë, me njoftu, kur njoftohet me ty, masa ne duhet me hypë. Kur ti hypë, duhet me qitë mas parti, duhet me qitë komen e të majtë, me qitë dhe më kapë njele, tani me këtësuj hypë në kali. Për provoj, inshallah, së të shtonë.
Çështo ka me në majt? Majt, kapë. Do na mu kap këtu? Oh, Mi jep të upet. çështo. Perfekt. Mu s'po më rekan kom të mishtia, të apëshë se jam me shkurt. Po s'ka gajle. Atëherë, apo më tregon? Urban. E ç'është do të më thonë këtina për munoj? Apo më tregon që sa kohë je tu ardhë këto minimum babit për më marrë me kuaj? Valla ka herë. Prej që ja ka njif, unë një mëj. Atë ka vështirë njëherë diri sa je mësu për me kaleru, qështu ka do kjo pjesa e kalerimit? Valla i pak më ka arë, ftirë, po tani ja ku marrë dorën taf. Shkam ftirë heshtë në ta. Cili kualit pëlqen mas shumë ti prej krejtve, sa e ke personalizuna jo diri tash, se të në kohën të marrë me ta? Po. Cilin? Majori, ata... A ke qaj majori i bardha i fundit taj? I bardhi. Ata e kam personal për veti dhe koronën, që janë ata dy is unë i grahi, dhe ata i kam defirë vetë. Qka ju rekomandon ti krejt moshatarve tu pse duhet më marrë me kuaj? A duhet edhe ata me provu nështë? Qëfar ndjenje t'jep kur mirë është ti me kuaj? Mëlloj mu më jep ndjenje të mirë, se O, Ruben! atë një sport i veçantë që është dhe ja kësa jep më mirë ka pak me ta. A mund është me më tregu sa ke kaliru mas shumë ti? Mëlloj gati të nditen. Këtë ditën kaleraj me kuaj, po kuj dalim kam qef mos më nalë heq. A lodhesh, as lodhesh? Qysh ja bën? Ka pak, ju thëmë, mua më lodhë pak, po ja. Ka cila pjesë ma shumë ki qep, dikon ku është pak ma nalt, a qysh ka cila pjesë kaliron zakonisht? Dhe vakunif kalirojmë anej mas maje kalirojmë, mas shumë fi mas maje. Faleminderit shumë Abdul, inshallah të shkon ty sa ma mirë me kuaj edhe pse ju mu bo halo ma të mdhaj mëre me qel halo, me marr halo ma shumë kuaj. Pa.